E qëtyre tre tjerve, prej këtyre treve, Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović, dy prej tyre nuk janë deklaruar fare gjatë procesit. Vladimir Tolić është, për publikun tash duhet me ja u ilustru pak, me ja bo ma interesant. Vladimir Tolić është taj personi i plagosun që i shok të vete len, në laq edhe i kanë. E është në atë fotografinë. Po, kë është mbrojt në heshtje, nuk ka deklaru kur gjo, pra keni pa jo, të organizum, kur e ka plumje par, asë një shok i ti, pra sulmusit sërb, nuk shkojnë me marë me hek, po e lajnë aty krejt si qyqar iken. Vetëm Maksimovici është deklaru dhe e ka paralajmëru që donë me u deklaru, se aj pretendon që është i pafajshëm edhe fare nuk ka të bëj me këtë grupë. Përndryshe në teshat ushtarake, në uniformën ushtarake të Tolićit, janë gjetë dhe gjumë të barutit. Nitritje, nitrate. Pra ka këtu shumë detaje, ka prova për stepërmi, prova fajsuse. Asë një provë fajsuse, komunikime që janë bo me Viber. Për shamu, tash e patëm një rast, në 2.36, natën 24 shtatorit 2023, me Viber thot, po qëllaje, fillaj. Mas një periudë, po kjo luftë e vërtet, po do të me u bo. Këtë të komunikime... Shohen kundër përgjigjen e policisë Kosovës. Me qenë se përmendet një fakt shumë të rëndësishëm, zotë i Koci, se jemi duke jetuar në një shoqëri shumë demokratike, jo vetëm thjesht demokratike, derisa ju kemi respektuar gjitha të drejtave edhe këtyre tre të akuzuarve, pavarësisht se kanë kryer agresion ndaj shtetësisë së Republikës. A ka pasur ndonjë, po them, kushtimisht shkelje procedurale, me qenë se ju njeni ka shmirë procedura gjyqësore, që mund të kthejet ky rast në pikën zero, apo do të përfundoj gjithçka? Unë jam avokat edhe gjithmonë tentoj me i gjetë metat e sistemit për metat e procesit në favor të akuzuarit. Në këtë rast e kom rolin e kundërt, unë jam përfasus i paljes dëmtume, roli im ka qenë se një procedur penale kryesisht i kushtohet të akuzuarit. Po në procedur penale, avokati i paljes dëmtuar është zëri i ti dhe kom pas shumë me rëndësi mi a spjegu gjykatës edhe ato momente që ti nuk mundesh mi lexu në akt akuz. Kush mundet ndjenjen ose situatën çfarë është familja afrëm bunjakut me spjegu. Ti duhesh me tregu tjetër është teksti, tjetër është edhe konteksti, ato që ka është nërmes reshtave. Dhimbjen që e ka familja e afrëm bunjakut është e pa përshrushme. Une nuk jom i kënaqur sa po kujdesin në organet tonat, infrastruktura jonë edhe ligjore, edhe pushtetin në raport me këtë familje, edhe në gjykat kom tentu me përcjell atë emocion. Tash, në seancën e radhës, e ka në fjallën përfundimtare këta tret avokat, jonë 3 avokat sërbë, unë i respektoj 3, jonë kolegë të respektushëm, ata kanë në fund të procedurës, masi që kërkova dënimin me vdekje. Burgim përjetëshëm. Dënimin me burgim përjetëshëm, se i komend të rastit Sarnajev në Bostoni, që është sulmi terrorist në Boston. Pra, në Amerikë, për sun të ngjajshëm apo tillë terrorist, janë dënum vllazin Sarnajev. Kemi në me lezhat. Na nuk e kemi. Maratonën e Bostonit. Maratona e Bostonit. Për ndryshe, e keni rastin e Parizit, janë dënum me burgim përjetëshëm në vitin 2015. Edhe unë e thash, atë det, nuk më vjen mu mirë kur 2-3-3 dënohen me burgim përjetëshëm. Por ky rast e meritojnë me dënu me burgim përjetëshëm, se e kanë vrani polic, na kanë riziku gjithë neve, kanë cenu dhe rendin kushtetus Kosovës, se cilin Kosovar e kanë riziku. Pas asaj, kur bisedova me avokat, 3 avokat sërbë që janë avokat të akuzume, pas gjykimit, ata, se na gjithë kemi nga 1 orë gjys, na ka caktu gjykata, kryetari i trupit gjykus, nga 1 orë gjys për fjallën mbrojtëse. Une nuk e shfryzova atë 1 orë gjysin, se nuk pata nevojë, e kom dërzu fjallën përfundimtare me shkrem, edhe unë jam si dorë ndihmëse e prokurorin këtë rast, rolin kryesor, pra zëri parë është prokurori, unë jam ai ison. Edhe e kom ato të drejtat e mija me i paraqit këtë verzionin edhe atë emocionin e familjes. Edhe po bisedoj me ta, thash, nëse ka nevoj, unë si avokat që jem palë kundër ta, do ta lus gjykatën, mi thonë qatë ko që unë se kom shfrytzu, merren jo,
1 orë e gjysë 2, sa të keni nevojë ju paraqiteni. Po djeni një sen, nuk mundet asnjëri mi pështu dënimit me burgim përjetshëm. Dhe kur jemi të ky dënim kapital i Republikës së Kosovës, dënimi me burgim të përjetshëm në aspektin edhe të sigurisë, edhe të politikës zotri Koci, kemi disa kushte që tash janë vendosur prej politikanëve në Kosovë për ta vazhduar dialogun me Serbinë, që është edhe dorëzimi i kriminalëve, i agresorëve të Bajnskës në krye me Milan Radojqićin, po që se dënohen që s'ka se si rrugë tjetër pra me dënim me burgim të përjetshëm këta 3 të akuzuar, sa do të mund në fakt të jap liri të tjerëve pra që ndodhen në Serbi dhe po fshehen atje që të vazhdojnë të jetojnë, thatë që nuk kanë rrugë tjetër përveç se të dorëzohen, po nuk e dim se kur do të hyjë Serbia në Bashkimin Evropian. Si presni që do të rrjedhin gjëra? Tash A ka gjas për ekstradim, për shembull? Për momentin, mu më ka ra shumë shpesh me shku në Serbi, mbrojtje të individve që janë ish ushtarë që këse që janë arrestu në Serbi. Momentalisht, absolutisht nuk ka gjasa, pra unë e shoh dhe sentimentin dhe disponimin, nuk ka gjasa njëherë mu ekstradu. Madje, ata nëse eventualisht nëherë ekstradohen, nëse vendosin me him Bashkimin Evropian, kanë me lonë 6 ditën e punit. Se kështu, këtë moment, qka është këtu një çështje me rëndësi me cek, pe provave që ka kom pa, me të vërtet këta 3, sidomos ky Maksimovici, këta nuk janë as organizator, as nuk përbëjnë atë eshalonin e parë të terroristëve. Këta janë, si me thonë, ma ullë një hierarhi, po është kry vepra në bashkëpunim, kështu që nuk është më me rëndësi kush qka gjithë përgjigjen e rolin edhe fajin kryesore ka Radojqići prej prova ka prezentu prokuroria prej vitit 2017 për mes kompanisë vetë RAD, DOO, RAD društvo sa organizëm odgovornošću. Ata kanë fillu qështu me mbledh, kanë kry veprime ndryshme, ka aty elemente dhe shpërla